6 tetor 2025 jemi në ditën e Saturnit. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shylje. Do t'ju flas në lidhje me ndikimet astrologjike që kemi gjatë kësaj dite. Jemi një ditë pas hënës së plotë, kohë që tashmë ka kaluar tek shenja e forës. Prandaj edhe të gjitha ndjesitë që kemi pasur gjatë këtyre ditëve do të jenë edhe më të smëdhuara. E njëjta hënë gjatë pjesës së parë të ditës do të ketë këndë negative me Saturnin dhe Neptunin. Këto ndikime mund të na bëjnë që të bijmë pre e iluzioneve, mund të kemi tendencë që të zgjidhim ndjenjat në vend të logjikës. Kjo është diçka që detyrimisht është e pakëshillueshme, duke qenë se mund të shkaktojë probleme të rëndësishme, sidomos në marrëdhëniet brenda familjes. Ndër ndikimet më të rëndësishme të hënës së plotë ishin edhe problemet që mund të dalin brenda familjes, prapë të shëtemeve, dhe kjo është një nga temat më të rëndësishme të kësaj dite. Do të qëndrojmë gjatë ftohtë dhe të mundohemi që të perceptojmë situatën ashtu siç është. Në qoftë se nuk mundemi që të gjejmë gjuhë të përbashkët, do të këshilloja që diskutimet të shtyhen për një ditë më vonë, duke qenë se gjatë ditës së diel komunikimi do të jetë vërtet shumë herë më i thjeshtë. Në qoftë se është një punë të cilën duhet ta bëjmë patjetër, apo në qoftë se na duhet të udhëtojmë diku, këshilla e kësaj dite është të nisemi pak më herët, duke qenë se mund të përballem edhe me të papritur gjatë rrugës. Në qoftë se kemi kohë, do të kemi dhe aftësinë për të kaluar ato, por mungesa e kohës mund të na shtyjë në panik, dhe si rrjedhë mund të shkaktojë edhe probleme. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.